Ramush Haradinaj ka folur për nënën e tij duke theksuar se është e natyrshme të ketë emocione që lidhen me prindin. Ai ndër tjerash tha se gjatë luftës nuk e ka lëshuar asnjëherë frontin, duke nënvizuar se ka varrosur me duart e tij shumë nga shokët e tij. Po e kam nënën gjallë, çka ka faj nëna ime që është gjallë? Është më se e thjeshtë. Unë vëllezërit si kam, e kam nënën gjallë. A duhet me u bë pengesë kjo? Ose nëse eventualisht me ballafaqu me emocionet e nënës, unë tash po u dashka me u sjell siguri, si ju njerëzor. Unë nuk e them këta që me I mohon të tjerët ose me veçu, po kam qenë luftetar I luftës, nuk e kam lëshu asnjëherë frontin e luftës. I kam pa tu mu vra plot, e me duart e mia I kam shti në dhej, plot. Unë asnjëherë nuk mundem mos me pa përpara. I kam kry punët që me presin nëse ma jep votuesi votën, është shprehur Haradinaj. Haradinaj gjithashtu theksoi se Kosova është një popull me vlera dhe se shumë studiues të huaj e kanë lavdëruar këtë karakteristikë të popullit shqiptar.